Zemra të bukur, përshëndetje, këtu do të bëj një trileçe. Këtë trileçen, në fakt nuk do e bëj për neve që do e ham, do e bëj për një mikeshën time, një greke që punon në supermarket Lidl. Kështu që më kërkoj një trileçe sepse ka parë që është bërë shumë virale në rrjetet sociale që ne shqiptarët e qajmë trileçen. Edhe do nga duart e mia, kështu që do ta bëj edhe do t'ja dërgoj. Edhe wala, dreka ime për sot, turli në furr.
Kam ardhur këtu në një ser me lule, do marr një lule për vete, ndërsa këtë do ta marr për shoqen time, se ka ditëlindjen, tash t'ja bëj dhuratë. Kam ardhur në një big supermarket, që s'ju kam treguar asnjëherë, po filmoj pak, do marr dhe sallatë jeshile, ka shumë të mirë. Do marr miell misri më tepër, për ballokume, do të bëjmë ballokume, elbasani, me që po vjen dita verës, po mund të bëj edhe ndonjë bukë misri, por për ballokumet mund të marr edhe miell tjetër. Këtu jam tek djathra, do të marr pak djathë të grirë për pasticcio, se di që mund gatuaj. Dhe çfarë më pëlqen tek ky supermarket është kjo fuqia, mund ta quaj me brima, që kam vendosur shishit e verës, sinqerisht e kam bërë aq bukur, por më pëlqen aq shumë. Zemrat e bukura, jemi në fund të videos, edhe doja që para s'ta mbylla t'ju thoja që e para m'jam bërë thonjt për të bërë që kam shumë ditë, pra llogariteni që edhe thonjt nuk kam kohë t'i bëj, por e kam mbyllur një takim javës që vjen, shkoni pak si i kam bërë, nga që kam pastruar edhe shtëpinë, edhe kështu që mu thyen të gjithë thonjt. Nejse, pak rëndësi ka kjo, nuk është ndonjë gjë me interes. Siç e patë edhe në video, unë kisha një bashkëpunim para disa ditësh, një bashkëpunim do me thënë që më kanë sjellë aromat e rrobeve, dhe ju a tregova, unë i kam i kam ngarkuar në Instagram në Reels, por nuk ju tregova që edhe Argita na iku me pushime, u bashkuan 2 shkolla, gjimnazët e viteve të dyta, edhe Argita është në mbarim të vitit të dytë, do na jetet vit tret, vitin e fundit fare. Kështu që më rrit goca, e lash pak telefonin këtu e mbështeta, sepse mu lodh dora, edhe doja t'ju thoja që ishte në Gjermani, pra shkoj në Gjermani, në Francë, në Strasburg, edhe e kishe kalu shumë bukur, ajo që nuk ishe pëlqy ishe vetëm ushqimi, do me thënë ushqimet tha që nuk ishin të mira fare, në Gjermani kishte pëlqyer, sepse kishte, më tha që kishte, do me thënë këto që bëjnë sufllaqe gjëra, ka nga që kanë shku dhe shumë emigrant edhe gatuajnë se kush mbas traditave të veta dhe i kishte pëlqy pak ushqimi në Gjermani, ndërsa në Strasburg nuk i kishte pëlqy fare, pastaj shkuan në Serbi, u kthyen dhe shkuan në Beograd. Më tepër kanë shku për mësim, sepse janë disa kisha të vjetra edhe në Strasburg, pra kudo që kanë shku kanë pas për të bërë edhe mësim, për ndërtesat, pra për kishat më tepër, kishat që ishin shumë të vjetra. Dhe në Beograd ka nejtë afërsisht 4 ditë, ditën e 4 pothuajse janë kthy, mund të them 3 nete dhe 4 ditë. Edhe atje nuk i kishte pëlqyer fare, do me thënë, nuk ishin kënaq, jo vetëm Argita, por përgjithësi nxënësit nuk e di pse nuk ishin kënaq, e kishin prit ndryshe dhe kishte dalë ndryshe, por gjithsesi, prap tha mirë, hoteli kishte një ushqim shumë të dobët në kuptimin që imagjinoni se çfarë ha rinia sotme, ato mund të kenë qenë ushqime edhe shumë të mira në hotele. Do të thënë mund të kenë qenë shumë të shëndetshme, por duke qenë që rinia sotme duan gjëra të gatshme, jo sufllaqe, jo çfarë janë këto burger e gjëra tjera. Edhe më thaj që nuk na pëlqeu. Edhe u kthye, është kthyer pardje. Nuk kam ngarkuar video sepse jam shumë e ngarkuar, edhe tani që po bëj, do me thënë këtë mbylljen e videos, më duhet të çoj Adrianën tek dhap, pra tek shkolla argëtuese. Sa e mora nga shkolla, do ta çoj tek shkolla tjetër. Pastaj çtu ndjel jemi pushim, shqyr zotit rehat, por jo se unë kam pushim, unë të dielën edhe mund të kem, jam më e lirë, do me thënë të dielën
gjithmonë duat që ta shijoj. Kështu që do të shihemi në videon tjetër, nuk mundem dot që t'ju them në këtë ditë ose në atë ditë, sepse sinqerisht kam dalë nga fjala dhe më duket vita sikur po gënjej, po dal gënjeshtare shumë, por e kam të pamundur, kështu që duhet më besoni. Ju jap fjalën nëse jam mirë nga shëndeti, ju jap fjalën me gjithë shpirt, ju a them, sepse e di që kam dikse shumë të rregullta dhe më kënaqni edhe me komentet që shkruani. Tek shtëpia e re e sigurt që do të bëj video. Tek shtëpia e re 100% e sigurt. Jemi avash e kam thënë drejt fundit, por unë e kam thënë dhe po e them që nuk do iki tani, edhe nëse shtëpia tani mund të jetë gati, nuk do ngrihem, domethënë të shpërngulem, sepse kam shkollën e gocave dhe janë në fund. Dhe nuk dua, domethënë, për 2 muaj ose 3 muaj të lejnë shkollën, të filloj një shkollë tjetër, një shkollë e re, ku shoqëria është prap shoqëri e re, do ta kenë vështirë. Prandaj duaj që ta mbarojnë këtu ku janë. Argita në fakt nuk ka të drejtë të lëvizë, sepse Argita këtu në Greqi në vitin e 4 të gjimnazit nuk ke të drejtë të lëvizësh, është e pamundur, nuk të lejohet. Kështu që do detyrohet kudo që të jetë, çdo nxënës, domethënë, kudo që të jenë, duhet që të shkojnë po tek e njëjta shkollë vitin e fundit. Pra, nëse Argita do iki nga shkolla tani ose mbas një muaji, në shtatorin që vjen i bie që të hidhet po në të njëjtin vit. Kështu që ajo këtë gjë nuk e do, patjetër. Për Adrianën prapë kam shumë të vështirë sepse është mësuar me shoqërinë këtu edhe nuk ka dëshirë që t'i tani. Thot kur të marrin pushimet verore, edhe do të jemi midis 2 shtëpiave, edhe këtu edhe atje. Edhe këtë këtu po siç është do rri, krevati do iki, dollapi do qëndrojë, ja 2-3 gjërat çfarë do të jenë këtu do të qëndrojnë. Edhe do të shihemi në videon tjetër, por nuk ju them dot se dal gënjeshtare. Nuk ju them, po do jetë, domethënë nga mezi i javës, nga fundi i javës, mbas 10 ditësh, asu nuk e di. Shihemi në videon tjetër, bye bye.